Ja ku po takohemi, një shtëpi tepër luksoze, një dhomë rrëfimi ku brenda 4 muresh rrëfehen, lot, emocione, histori, dhimbje, dashuri, puthje, le të themi dhomat e spitaleve dhe dhomat e rrëfimit të Big Brotherave shikojnë çdo gjë. Lutje, lutje si në kish e si në xhami. Pendesa, nervoza, goditje në vete, dhoma e gjumi që do të kenë shakara, do të kenë zënka, do të kenë kërcënime, obore ku do t'jepen puthjet e para të dashurisë, ku do t'luhet me topa bore, pishina që do t'hidhen, do t'argëtohen, dhe më pas surpriza nga më të dashurit e tyre, një studio prestigjioze, ishin këto pikat që ditën e djeshme për herë të parë në prive me Liberta Spahiun, moderatori Alaudin Hamidi rrëfeu për herë të parë për Big Brother VIP Kosova 4. Jemi shumë afër edicionit të 4, një edicion ku nga të gjitha informacione që kam unë, ka përzgjedhur personazhe shumë të çuditshëm. Kur them personazhe shumë të çuditshëm, kupton personazhe me histori jete, personazhe me sekrete që ndoshta kur nuk i kanë thënë në jetën e tyre. Personazhe me pikpyetje të mëdha që do të na fasionojnë, do të na përlotin, do të qeshim me to, do të jetojmë me to dhe do t'i ndjejmë fiks si njerëzit tanë të shpirtit. Moderatori i njohur i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, ka ndarë së fundmi disa detaje të reja që kanë ngjallur kurreshtje tek ndjekësit. Përmes një sesioni pyetje dhe përgjigje në Instagram, ai u pyet rreth përzgjedhjes së banorëve të edicionit të 4 të këtij formati kaq të ndjekur. Hamiti u shpreh se procesi i përzgjedhjes është drejt fundit dhe shumë shpejt gjithçka do të përmbyllet. Por ajo që e bëri edhe më intriguese përgjigjen e tij ishte deklarata se edicioni i ri do të sjellë super karaktere të forta, duke lënë të kuptohet se spektatori do të përjetojë emocione edhe më të mëdha në këtë sezon. Fjalët e tij ngjallën menjëherë reagime dhe diskutime në rrjetet sociale, pasi fansat e formatit mezi presin të zbulojnë se cilët do të jenë emra që do të hyjnë në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Duke parë suksesin e 3 edicioneve të para, pritshmëritë për këtë sezon të 4 janë tepër të larta. Me sa duket, surprizat janë shumë afër dhe vetëm ditët në vijim do zbulojnë fytyra që do të bëhen pjesë e këtij spektaklit gjigant. Do me thënë, Alaudin Hamiti ka ndarë detaje të cilat në fakt po i ndaj dhe unë. Do të presim gjëra shumë të bukura dhe në tetor do t'jetë startimi i Big Brother VIP Kosovës. Unë në fakt i di disa banorë se kush janë, por nuk e kam të drejtë akoma që të bëj publike. Kam biseduar edhe me banorët, janë shumë entuziast që do të futen brenda kësaj shtëpie. Është krejt tjetër gjë, nga ajo që ju e keni parë 3 vite me radhë është krejtësisht tjetër gjë. Vazhdon Olsa Muhameti mbetet, producente kryesore e këtij formati nga suksesi që pati. Alaudin Hamiti mbetet moderator. Opinionistët akoma nuk janë të përzgjedhur, janë në dyshime se kush do të jetë. Besoj që do të ishte një kombinim shumë i bukur mes gazetarit të nderuar Milaim Zeka dhe Olta Gixharit, që ishte vitin e kaluar, ka qenë një dyshe fantastike, edhe pse nuk kishin muhabet mes tyre, nuk kishin bashkëbisedim, por ka qenë një dyshe që në fakt ka krijuar debat tematik dhe ka krijuar shikueshmëria për televizionin Klan edhe për vetë Alaudinin, shikueshmëria shumë e rëndësishme. Në fund të ditës Big Brotheri për këtë gjë bëhet për klikime. Ky është sekreti i Big Brotherit dhe mendoj që Olta dhe Milaimi do të shëndrisnin pafund në këtë rrugtim. Ndërsa në anën tjetër kemi edhe Jonida Vokshin, e cila mbetet në pikpyetje në qoftë se do të jetë moderatorja e këtij formati këtë vit. Normal që nuk do të kishte hijeshi pa Alaudinin dhe Jonidën, syri i publikut, veshi i publikut është mësuar me këto të dy dhe dëshirojnë që përsëri të shikojnë atë skenën gjigante dhe shumë të bukur, një skenë e cila të përfshi nga emocionet, por në fund të ditës mbetet e gjitha për tu parë. Ju çfarë duhet të bëni?
ju vetëm subscribe kanalin Monitor TV, i vetmi kanal që ju let hapur të flisni çfarë të doni dhe i vetmi kanal që e thot të vërtetën, dhe follow në TikTokun Tirana Lili, ku të njëjtat video i gjeni dhe atje. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju mbetni gjithmonë duke komentuar në video tona.